morë vetë. Që na i kanë pru prind, shemë. Po që, kjo mirja. Kjo nuk është mirë, se kur pe pilqe vetë. E ta mos anej, jo dhe s'po bëvate. Por që ka o burë? Që ke mos, nuk më jenë në krye fort, po është keq ajo për fëmijën. Që sa keq me lënë jetim fëmin. A ka sen ma keq se me lënë fëmin jetim. Po që, Po ndodhe. po ndodhe të sene, po ndinë përëndim ma shumë. Po mësohën, peq ati, ka që tu, e ka feju këtu, e ka shu në Gjermani, se ka marrë, e ka shu me jere. Po jo, që ka me ta marrë menja. Për rrisë në djallin për asi, me a këthy shpinën prindit, po a ka gjo ma keq. Por muë, gjo ma keq t'y ben pastë. Sen ma keq, se me lanë prindin, se po njim në ato lifore, po, tash, zdi. Kanë qërbyhe në nuset për rabë, krejtë rabë, i ka këqyri, i ka mbi. Te e din mo, që unë po t'ka dzej që vetë, jëmë konë vetë një zeti gati, edhe bashkë në konë. Po, aja nusja sa gudzume me thonë, me qelë gojnë diçka, ja diçka. Ka punu, ka vysa, ka mujtë. I ka këqyrë prind. Bjerin. Po tash jo, tash. Vjenus janë ka tonë. Nuk dënë. Ljop, nuk da pull, nuk da knus. Janë ka tonë. Qëto s'po menë kryve. Ere shënshia. Unë qaj mojnë menë që tu. Ravzy saj, për mi jam dalë. Në për banesa, në për shërë. Një nërgu pika të. Këta me metë nazë shkijet pleshtë. Veti dyti. Abazi thot se fajin kryesor për largimin e të rinjëve nga vendi e ka sektori privat, pasi shumë prej firmave private i kanë keq trajtuar punëtorët. Gabimi më sipas tij u bë pas luftës, ku u mbyllën të gjitha fabrika shtetërore, të cilat sipas tij do të zgjidhnin problemin e papunësisë. O typen po bojnë mirë. Po çfarë mirë? Jo type mirë, jo po tash kushtet nuk po janë pavashme. Unë i kam të kallëzova. Nuk jam të nashtë mas pare me punë. Shkan të privati, punën ditë e natë. 8-9 orë, s'paku sa dohet. Peshojnë atje që, atje s'ta hup mënimin. Këtë po, ta hup mënimin, ta hup kredit.